4 persona kanë rënë në prangat e policisë së Durrësit pas hetimeve që çuan në zbardhjen e dinamikës së ngjarjes së rënë në Manz, ku humbën jetën 2 persona. Të arrestuarit janë Erald Cani, Ergi Kadiu dhe vëllezërit Taulante e Miriam Beqia, të cilët akuzohen për moskallëzim të krimit. Sipas policisë së Durrësit, ngjarja ka nisur nga një konflikt banal brenda një lokali në Manz, ku Daniel Pepa është përplasur verbalisht me kamarierin, pasi ky i fundit i kishte thënë se aparati i kafes është fikur. Në debat është përfshirë edhe Flori Paluçi, i cili ndodhej në lokal me disa persona, mes tyre dhe Erald Cani. Pas debatit, Pepa është larguar me automjet, por është rikthyer pas pak minutash në shoqërinë e Ergi Kadiut dhe Arjanit Kurtit. Gjatë tentativës për të futur sërish në lokal, Paluçi ka dalë jashtë dhe dyshohet se ka qelluar në tokë me armë zjarri në shenjë paralajmërimi. Në atë moment, sipas hetimeve paraprake, Daniel Pepa ka hapur zjarr drejt Paluçit duke e plagosur. Ky i fundit është kundërpërgjigjur me armë duke i qelluar në drejtim të Pepës dhe Kurtit. Përplasja me armë rezultoi fatale për Flori Paluçin dhe Aranit Kurtin, të cilët humbën jetën në vendngjarje. Në njoftimin zyrtar, policia konfirmon se vijojnë kërkimet për kapjen e autorit të dyshuar Daniel Pepa dhe bashkëpunëtorit të tij Gëzi Mallçi, që akuzohen për përkrahje të autorit të krimit dhe moskallëzim të krimit. Hetimet për këtë ngjarje vijojnë në drejtimin e prokurorisë së Durrësit për të përcaktuar përgjegjësinë penale të secilit prej të përfshirëve në përplasjen me pasojë vdekjen e 2 personave.